Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë lajmet apo lëvizjet më të fundit nga personazhet publik. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek Mateo Bori. Ka disa ditë që kur Mateo ka kthyer nga pushimet, në të cilat besoj që Mateo i quan si pushimet më të veçanta të tij. Fakti që kaloi momente të bukura me Brikenën, kjo e bën momentin edhe më të bukur, e bën momentin edhe më fantastik. Mateo Bori nuk ka qenë shumë aktiv në rrjetet sociale. Thënë kjo, është ngritur me njëherë kureshtja e publikut për të ditur rreth Mateos, si është jeta e tij, çfarë po ndodh me të, pse nuk është aktiv, pasi që publiku janë mësuar që personazhet publik t'i shohin goxha shumë nëpër Instagram duke postuar story të ndryshme, qoftë edhe nga momentet të çdo minuti thënë të tyre. Mateo, ditën e djeshme, ka postuar një fotografi ku duket në një energji shumë të mirë, do me thënë shoh që ka ndryshuar pak pamjen, do me thënë ka hequr pak më shumë flokët dhe duket sikur një Mateo shumë i ri. Në sytë e tij, personalisht do me thënë lexoj një energji të jashtëzakonshme, duke besuar në faktin që do me thënë udhëtimet larg përditshmërisë, udhëtimet larg punës së tepërt, të bëjnë gjithmonë që të jesh më energjik, të bëjnë gjithmonë që të jesh më pozitiv, të bëjnë gjithmonë që të kesh vërtet dëshirën për të realizuar gjëra më të bukura, dhe shoh një Mateo që ndihet shumë i lumtur dhe shumë i arritur. Por unë mendoj që Mateo e ka vitin 2026, vitin e tij, pasi që çdo njeri ka vitin e vet të çmuar. Unë them që Mateo e ka këtë vit. Do të thoni ju pse? Fillimisht njëherë Mateo është pranë personit dhe është pranë njeriut për të cilën luftoi jashtëzakonisht shumë. Një dashuri e cila nisi vite më herët, por nuk pati një fund të bukur. Kur çifti mendoi që humbiti gjithçka, ajo pika në zemër që realisht i kishte mbetur Mateos për Brikenën, e bëri që Brikena të kthehet edhe një herë pranë tij dhe tashmë të vazhdojnë këtë rrugtimin e bukur të dashurisë. Mendoj që vetëm fakti që Mateo shijoi këtë pushimin me Brikenën që nuk e kishte imagjinuar kurse do të arrinte deri në këtë stad, unë mendoj që e ka bërë Mateon më të lumtur edhe më pozitiv. Shoh një Mateo me një energji shumë të mirë. Mateo ka përzgjedhur që tashmë të relaksohet pak në Shqipëri, me patjetër për të ardhur me planet e ardhshme. Si e komentoni ju këtë fotografi?